Prindërit dhe mësuesit ndajnë përgjegjësinë për mbështetjen dhe edukimin e një fëmije. Në këtë kontekst, flitet shpesh për një partneritet arsimor dhe edukativ. Mësuesi mbështet dhe edukon fëmijën në shkollë, prindërit e bëjnë në shtëpi. Ky bashkëpunim është shumë i rëndësishëm për fëmijët. Në mënyrë që kjo të funksionojë mirë, prindërit dhe mësuesit flasin rregullisht me njëri tjetrin. Prindërit mund të kërkojnë të flasin me mësuesin në çdo kohë. Për ta bërë këtë, mund të telefonojnë, të shkruajnë një mesazh ose të dërgojnë një email. Ose mësuesi i thret prindërit dhe kërkon një bisedë. Prindërit dhe mësuesit takohen në shkollë në kohën e caktuar. Ndonjëherë, edhe fëmia është i pranishëm. Gjatë bisedës ata flasin rreth asaj ku fëmia tregon aftësi dhe ku ka ende nevojë për ndihmë. Për shembull, nëse fëmia nuk mund të përballojë detyrat e shtëpisë. Kujdestari i klasës dhe të gjithë prindërit e një klase takohen të paktën 2 herë gjatë vitit shkollor në takimin e prindërve. Takimi i prindërve quhet në fakt takimi i kujdestarisë së klasës. Prindërit ftohen nga mësuesit ose përfaqësuesit e prindërve. Në takimin e prindërve, prindërit njohin mësuesit e fëmijëve të tyre dhe prindërit e tjerë. Ata flasin se çfarë dhe si mësojnë fëmijët në shkollë. Mësuesi u përcjell informacionin prindërve. Për shembull, rreth ngjarjeve të klasës ose se si mësimi funksionon më mirë në shtëpi. Përfaqësuesit e prindërve flasin për gjithçka që është e rëndësishme për prindërit në shkollë. Takimi i prindërve është i rëndësishëm në mënyrë që të gjithë prindërit të informohen, të njihen me njëri tjetrin dhe të bëjnë pyetjet e tyre. Për prindërit që flasin pak gjermanisht, mësuesi mund të angazhojë dikë që të përkthejë. Në takimin e prindërve, prindërit zgjedhin edhe përfaqësuesit e prindërve të klasës. Këta janë 2 prindër që përfaqësojnë klasën para mësuesve dhe këshillit të prindërve. Mund të zgjidhen të gjithë prindërit që kanë një fëmijë në klasë. Përfaqësuesit e prindërve të gjitha klasave të shkollës takohen në këshillin e prindërve dhe shkëmbejnë ide. Përveç kësaj, përfaqësuesit e prindërve flasin rregullisht me mësuesin e klasës. Ata përgatisin takimin e prindërve dhe prindërit mund të kërkojnë ndihmë nëse kanë ndonjë problem. Përfaqësuesit e prindërve zakonisht zgjidhen për një vit shkollor dhe marrin shumë njohuri për proceset e shkollës.